shqiptare, të gjitha trojeve, ata janë munduar që të bëjnë një distancim dhe diferencim sipas kauzave dhe sipas doktrinave të Çuprelovicit, që shqiptarët i mbajnë të ndarë. Ata kanë thonë, pra këta në bashkëpunim me disa deputet të dështuar andaj Drinit, janë munduar që t'i ndalin shqiptarët mos të bëhen bashkë për një kauzë kombëtare, për një Shqipëri më të mirë. Unë jam i pajtimit që shqiptarët që nuk gjenden brenda Shqipërisë londineze mos të vinë kur janë në çështje pyetje të partive politike. Po kur janë në pyetje çështja kombëtare për një Shqipëri më të mirë, të gjithë kemi detyrë të jemi këtu. Dhe të gjithë duhet të jemi këtu. Pra, të gjithë jeni të mirë se ardhën në shesh, sepse këtu nuk mbështetet asnjë parti politike. Këtu kërkohet rrëzimi i sistemit 36 vjeçar, sistemit mafiozë shtetëror, dhe ata që vinë këtu janë për një Shqipëri më të mirë. Dhe çdo shqiptar ka të drejtë të ngrejë zërin për një Shqipëri më të mirë. Mos të udhëheqemi nga rrumpallët, nga taulan pallat, nga ata që veç vlerë nuk kanë në mendje dhe në trupin e tyre, nga ata që turpi nuk i skuq më, sepse janë pajtuar me faqen e zezë. Por populli nuk është i tillë. Populli mlidhet këtu vendosmërisht dhe do të qëndrojë këtu deri në tërheqjen e kësaj qeverie kriminale, kësaj qeverie tradhtare, që Kosovës i ka dhënë barriera më shumë se çdo shtet tjetër, që Kosovën u mundu me shit, që Kosovën u mundu me atenimu dhe me largu jashtë arenës ndërkombëtare, duke munduar që Serbinë ta stabilizojë dhe ta quajë si faktor stabilizues në Ballkan. Është pikërisht Edi Rama, ai që u thojke për Kosovën se ky është një shtet me komplekse dhe Serbia na qënga, Serbia gjenocidiale, na qënga një shtet faktorizues. Është një turp për ne që kemi duruar deri sot atë vlerë që të flas në emrin tonë. Ne nuk harrojmë sepse Edi Rama dhe marionetat e tij në kuvend nuk e kanë miratuar gjenocidin sërb mbi Kosovë. Është turp për ata, po edhe për ne që nuk kemi çuar ndonjëherë për ditës parë. Po ne kemi lejuar të përmirësohen. Nuk përmirësohet faqja e zezë nga faqezin që janë brenda. Ne duhet të ngrihemi në çdo ditë edhe më shumë. Ky vlla jonë është invalid dhe sot është këtu me ne. I të gjithë ju që jeni më të shëndetshëm fizikisht, duhet të jeni këtu, sepse zemra e shqiptarit nuk ndalet në asnjë çast. Të jeni këtu, të lejmë paragjykimet. Nuk i shërbejmë asnjë partie politike. Faleminderit. E kam nisur fjalimin gjithmonë duke kërkuar e nisë të drejtuar dhe të shohim sa janë, por sot u kërkoja intelektualve që janë në shesh të drejtuar dhe të shikojnë ku janë, të vitë të flasin sepse sot është dita që të shpalosin idetë e tyre. Vëllezër dhe motra, ka momente në historinë e një kombi kur pyetja nuk është kush është qeveria. Pyetja është kush jemi ne. Çfarë Shqipërie do të lëmë brezave? Sot po rrezikojmë të mbasim diçka shumë më të madhe. Lidhje që ne kemi me tokën tonë. Kjo tokë nuk na është dhuruar. Ajo është ujitur me djesht dhe është lanë me gjak. Është trashëguar brez pas brezi nga gjyshrit dhe stërgjyshrit tonë. Dhe sot kemi detyrim të ruajmë për fëmijët e niprit tonë. Na flasim për ligje, na flasim për procedura, na flasim për investime. Po unë ju pjesë juve, nëse toka shqiptare nuk do të mbetet në duart e shqiptarëve, çfarë do të mbetet shqiptare atere? Kombi ynë i ka mbijetuar pushtimeve. Nuk e ka praktisur kur kohën e tij.
prite Ramës se po vjen, oljo, olje ke, prite Ramës se po vjen, oljo, olje ke, prite Ramës se po vjen, oljo, olje ke, prite Ramës se po vjen. Sot rreziku nuk na vjen nga jashtë, nuk na vjen me tanke, sot rreziku vjen ku shqiptarit ju mbet besimi se ky vend është vendi i tij. Prandaj kjo është një betejë për identitetin ton, për flamurin ton, për gjuhën ton, për shatrat tona, për tokën ton, sepse kombet nuk shtuket vetëm nga luftra. Kombet shtuket ku njerëzit e atij harrojnë se nga vjen dhe kush janë. Ne nuk do të harrojmë kurrë. Ne jemi pite atyre që mbrojtën këtë vend me gjak dhe kur duke e pamundur dhe kur nuk e lëshuan ata. Ne jemi pasardhësit e atyre që ngritën flamurin kur të tjerët mendonin se Shqipëria kishte humbur. Ndaj sot nga ky shesh ne të dalë një mesazh i fuqishëm që të dëgjohet në çdo zyrë të këtij pushteti të qelpur. Shqipëria është atë ynë dhe ne nuk e masim me metra katror. Atë matet me dashurinë që kemi dhe ta dhe për gatishmërinë për të luftuar për ta. Rraf Shqipëria! Rama pur Berisha pur! Rama pur Berisha pur! Rama pur Berisha pur! Sot më kanë shkruar, më kanë marrë shumë mesazhe nga studentët e Akademisë Policisë që na thonë brenda 2 muaj na kanë helmuar tjerë. 60 studentë të Akademisë Policisë i kanë helmuar. Kjo polici nuk ruan dot studentët e saj. Ndaj i bëj thirrje që sot të marrë vendime të arrestojnë Edi Ramën. Një mbrëma gjithve, ka 20 vjetë që jetojnë në Tiranë dhe nuk e ka parë kaq të bukur Tiranën sa këto ditë. Ju dua Shqipëri! Ju the politikanëve, shqipët janë zhuar! Dhe nuk u të lajnë më dhe nuk u të lajnë më! Ishte një paca ditësh që mallkoi sheshin dhe tha, i rafti Rufeja, gjithë ata që janë kundër kësaj proteste dhe paçi fatin e Ilir Metës. Rama hik, Berisha hik! Anulloni shitjen e Shqipërisë. Desha t'i drejtohem presidentit Begaj. President, shiko Starinika këtu, shiko! Nuk ishin kaluar as 2 ditë ku një 17 vjeçar ishte vrarë në një shtëpi bari në Angli. Presidenti Begaj kërkoi të rinj nga Bangladeshi. Shikoni zoti president Starinika këtu! Pulsoni rini! Unë jam allakastriot dhe e kam diri pari ato prishin e fabrikës ku për pat keq u lam në pak nga shumica e politikës, ndoshta edhe nga një pjesë e popullit. Prandaj, unë atë ditë ku ndodhi ajo tragedia në Zvonec, kam qenë aty për krah me Klajdi Bellon, me djalin nga Dukati, ku qëllua dhe me gur në kokë. Por, ne duhet ta dimë se Zvoneci nuk ishte i pari. Tjerë të Dukatit, Trajgjasit, Origumit ishin ata që 8 muaj më parë e ndjenin rrezikun, u ngritën dhe protestuan para spakut për vjedhjen e tokave. Dhe ashtu të gjithë bashkë, ne ballakastriotët dhe lapët e Dukatit vendosëm të bashkoheshim me tjerë të rjollit.
Falenderoj dhe djetë të Durrësit që na bashkuan me ne. Ne ishim para 4 ditësh edhe në Kakome, ku së bashku me djetin ngjarjen e Kakomes, shliruam dhe Kakomen. Dhe desha të them djemve të Rjollit, sepse Kakomea e kishte idhuj djemë të Rjollit, pra ju kishin herojnë juve të Rjollit. Ne nuk duhet të harrojmë as Astirin, banorët e Astirit të kujtohet kur u prishin shtëpit. Ne nuk duhet të harrojmë as ata njerëzit e Zat Qoçaj, ku erdhën këtu protestuar dhe na hoqën zvarr në mes të bulevardit. Ne nuk duhet të harrojmë dhe djemt të Gjorizës, që tani po luftojnë se duan t'u marrin tokat. Ne jemi këtu dhe për djemt të Durrësit, Dushanishtit, se dhe atyre po u marrin tokat. Dikush për na imëroj, Fredi tha, edhe në Kanikor në përmet tha, edhe këtej po marrin tokat. Ne jemi kundra paketës smaleve, ne jemi kundra shitjes Shqipërisë, ne do luftojmë edhe jetën do japim për që nevoja rrëf Shqipëria e lirë. E më mbu